Një tjetër kroçer me turist ka mbritur mëngjesin e së shtunës në Shqipëri, duke konfirmuar rritjen e interesit turistëve të huaj për vendin tonë në prag të sezonit veror. Kryeministri Edi Rama ka bërë ditur përmes një postimi në rrjetet sociale se në portin e Durrësit është ankoruar kroçera Sirena me 646 turistë në bord dhe 393 antar të ekuipazhit. Sipas kryeministrit, vizitorët vijnë nga vende ndryshme të botës, mes tyre Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja, Meksika e të tjerë, ndërsa Shqipëria po zgjidhet gjithnjë më shumë si një nga ndalesat më të preferuara të kroçerave turistike në mesdhe. Fluksi turistëve të huaj ka njohur rritje edhe gjatë këtij viti. Sipas raportit më të fundit të Instat, hyrjet gjithsej për periudhën janar-mars arritën në 3.58 milion vizitor, duke konfirmuar se Shqipëria po thyen sezonalitetin dhe po tërheq flukse të larta turistike edhe jashtë muajve të verës. Ndërsa në muajin prill, sipas një postimi në rrjetet sociale të kryeministrit Edi Rama, rreth një javë më parë, Shqipëria mirëpriti mbi 891.000 vizitorë të huaj, ose 8.8% më shumë krahasuar me prillin e vitit 2025. Të dhënat e publikuara tregojnë se Shqipëria vijon të tërheqë një numër në rritje vizitorësh, sidomos nga Europa, Amerika e Veriut dhe rajoni. Ndërkohë shumë bashki bregdetare e kanë çelur zyrtarisht sezonin turistik, ndërsa disa të tjera janë në fazat e fundit të përgatitjeve. Në disa qytete po vijojnë investimet për sistemimin e hapësirave publike, pastrimin e plazheve, përmirësimin e infrastrukturës dhe organizimin e aktiviteteve kulturore dhe artistike që synojnë tërheqjen e vizitorëve vendase të huaj. Autoritetet shprehen se këtë vit synohet jo vetëm rritja e numrit turistëve, por edhe zgjerimi i ofertës turistike përtej sezonit veror, me fokus turizmin kulturor, historik dhe atë të aventurës.